Presidenti Donald Trump mezi e priti shpalljen e fitores, pasi mbyllja e qeverisë amerikane për 43 ditë përfundoi sipas kushtave të tij, por pothuajse menjëherë Shtëpia e Bardhë u detyrua të përballet me një çështje tjetër, sagën Jeffrey Epstein, një financier i njohur i dënuar për abuzim seksual me vajza të mitura, më pas i gjetur i pajetë në rrethana të dyshimta në burg. Një mori e-mailesh publikuara nga demokratët në dhomën e përfaqësuesve risolli në vëmendjen e publikut marrëdhënien e presidentit Trump me financierin e ndjer Epstein. Të gjithë pyesin se sa shumë dinte presidenti për abuzimin e Epstein me vajza të mitura. Shtëpia e Bardhë hodhi poshtë shpejt dyshimet e ngritura dhe i quajti fushat shpifjesh nga demokratët. Menjëherë pas kësaj, republikanët e dhomës së përfaqësuesve publikuan mbi 20.000 faqe dokumentesh nga dosja Epstein, përfshirë një mori e-mailesh të tij dhe mesazhe të tjera që mbuloi një periudhë shumë vjeçare. Demokratët vunë në dukje disa e-maile specifike, në të cilat Epstein thotë se Trump ishte në djenit marrëdhënies së tij me vajza të mitura. Demokratët përmendin shkëmbime e-mailesh midis autorit Michael Wolff dhe Ghislaine Maxwell, një personalitet i shquar britanik dhe ish partneri Epstein, e cila po vuan tani një dënim me 20 vjet burg për akuza që përfshin trafikimin seksual të miturve. Bie në sy një email i vitit 2019 drejtuar Wolff, në cilin Epstein thotë se Trump dinte për vajzat pasi i kërkoi Ghislaine të ndalonte, dhe një mesazh i vitit 2011 nga Maxwell te Epstein, ku pohet se Trump ka kaluar orë të tëra në shtëpinë time me njërin nga viktimat, emri i së cilës është i redaktuar në dokument, por më vonë u mësua se bëhet fjalë për Virginia Giuffre. Në një tjetër email, Epstein thotë se njeh shumë njerëz të këqij në botë, por asnjë më të keq se Trumpi. Në një tjetër email, Epstein kërkon ndërhyrje tek ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov që në vitin 2018 t'i jap materiale komprometuese për Trumpin. Deri tani presidenti Trump ka përballuar polemika që do të kishin fundosur shumë politikanë, por saga Epstein ka rezultuar të jetë një pengesë e vazhdueshme që po prish disiplinën dhe ndërlikon përpjekjet e tij për ta mbajtur të fokusuar administratën në politikbërje dhe jo në skandale. Shumë nga mbështetësit më besnik të Trumpit besojnë se qeveria po mban të fshehtë dokumente rreth Epstein. Një grusht republikanësh kanë dalë nga radhët për t'u bashkuar me demokratët dhe kërkojnë publikimin e të gjitha dosjeve, veprim që është kritikuar nga Trumpi, që i quajti këta republikan të butë dhe budallënj. Presidenti shfaqi kontroll pothuajse të plotë mbi Partinë Republikane gjatë mbylljes pothuajse 43 ditore të qeverisë. Edhe me publikimin e e-maileve të Epstein, disa komentatorë të shquar konservator nënvizuan se mesazhet tregojnë se Trump nuk e miratoi sjelljen e Epstein dhe detyroi të dalë nga klubi i tij shoqëror në Mar-a-Lago të Floridas. Trump ka mohuar vazhdimisht çdo djeni për abuzimin dhe trafikimin seksual të vajzave të mitura nga Epstein. Por uniteti republikan nuk ka qenë i qëndrueshëm rreth kësaj çështjeje dhe demokratët kanë arritur të shkaktojnë probleme për presidentin. Në të njëjtën ditë që u rihap qeveria, një peticion i mbështetur nga të gjithë demokratët e dhomës së përfaqësuesve dhe 4 republikan mori nënshkrimin përfundimtar të nevojshëm për votimin e një projekt ligji për ta detyruar Departamentin e Drejtësisë të publikojë të gjitha dosjet që lidhen me çështjen Epstein. Projekt ligji ka gjasa të mbetet në Senat. Ndihmësit e presidentit nuk arritën të bindin përfaqësuesen republikane Lauren Boebert të heqë emrin e saj nga peticioni. Shtëpia e Bardhë shkoi aq larg sa e thiri ligjvënësen në dhomën e situatave, një mjedis i veçantë i Shtëpisë së Bardhë që përdoret për menaxhimin e krizave. Gjithashtu përfaqësuesja tjetër republikane, ligjvënësja Nancy Mace, gjithashtu besnike Trump, nuk hoqi dorë nga mbështetja për peticionin. Pasi refuzoi pyetjet e gazetarëve për ditë me radhë, Trump theu heshtjen të premte në mbrëmje, duke u ankuar se si çështja Epstein ka shpërqendruar vëmendjen nga arritjet e tij. Kur flet për çështjen e re me Epstein, nuk po flet për ato që kemi bërë mirë deri tani, u tha Trump gazetarëve në bordin e avionit Air Force One. Këto komente erdhën vetëm disa orë pasi Trump urdhëroi Departamentin e Drejtësisë të hetojë lidhjet e Epstein me bankën JP Morgan dhe ish presidentin Clinton. Deri tani përpjekjet e vazhdueshme të Shtëpisë së Bardhë për ta devijuar vëmendjen në çështje të tjera kanë dhënë efekt të kundërt.